Shumë ndërtesa, shumë ndërtime, sa po ndodh Ferezaj, një konkretik i ndërtimit të objekteve banesore për shkak planit zhvillimor komunal. Jo vetëm në pi 2017-s, po kemi qenë shumë herët kritik ndaj kësaj, por çka shumë e rëndësishme, ne kemi pritur që në miratimin e planit zhvillimor komunal të vitit 2017, që komuna Ferizaj do t'i hartojë dokumentat e planifikimit hapësinor dhe do t'jap mundësi s'poku qytetit të funksionoj me një formë urbane, edhe të ketë mundësi të një ndërtimi me një kriter, me një bazë, me një standard, e të njëjtë kohë duke respektuar ligjin e planifikimit hapësinor. Për fat të keq, nuk është një gjë e tillë, është një gjendje jashtëzakonisht tjetër, që për mua është një krim urban që ka zhvilluar së saj që do të qenë një ndërtim urban me një standard, me një bazë kritereve, por kjo e ka shregulluar në mënyrë të skajshme çështjen e tillë. Ne nuk kemi dokumentat e planifikimit, ende komuna e Ferizaj. A kohort zonale komuna e Ferizaj? Ende komuna e Ferizaj nuk ka të aprovuar çka është me keqja. E kemi një gjykim të gjykatës ku e shfuqizon, domthonë nuk e bën plot fuqishëm apo nuk e bën të fuqishëm planin zhvillimor komunal, që në fakt as nuk i ka hartuar hortat zonale. Plani zhvillimor komunal me sa kompon është 2017-2025. Po sikur edhe me konaj në funksion tash jena në përfundim tina. Të këtina dokumenti shumë të rëndësishëm. Çka është shumë e rëndësishme, që gjatë planit zhvillimor komunal nuk janë hartuar hortat zonale, çka është me keqet e krejt kësaj, që komuna e Ferizajt kanë dhënë kushte ndërtimore dhe kanë nxjerrë vendimet lidhje ndërtimore me PZK me lidhje ndërtimit. Apo na shpjegon për shikuesit hortat zonale, çka kishin ndikuar në qytet të ndërtimet. Me fol në gjuhën juridike është sikur kushtetuta që është një akt i lartë që me nxjerr një akt për shembull kodin penal. Kodi penal është një ligji i kodit penal. Tash në planifikimin hapësinor PZK është një dokument strategjik, por detajet specifike janë ku duhet më ndërtu, ka duhet më ndërtu, çfarë djelbrime, çka mund më ndërtu në atë pjesë, domthonë hortat zonale me të cilët ja obligon çfarë objekti, si do ndërtohet, hapësira, distanca e shumë të tjerë. Domthonë këtë dokument nuk e ka hartu komuna e Ferizajt, e çka më e keqja, ka dhënë leje ndërtimore, ka lëshuar vendimet leje ndërtimore dhe ka dhënë kushte ndërtimore me kundërshtim me ligjin e planifikimit hapësinor. Çka do të thonë? Përgjigj dikush dhe i sot për to. Jo, domthonë ne jemi të shqetësuar me prokurorinë themelore të Ferizajt, që asnjë mos deri më tash nuk ka marrë për një rast. A keni bërë denoncime? Natyrisht, ne kemi ngritur disa kërkesa për iniciim të hetimeve që janë duke hetuar, por nuk janë që nuk është hetu, por janë duke hetuar. Kemi disa aktakuza, disa procese të gjykimit në rastin tillë. Por çka u desh me bë këtë rast komuna e Ferizajt? Çka po humb qytetarë masaksisht sa ti interesant. Krijohet rrezikshmëria përgjithshme jeta e qytetarëve sepse ato objekte më së pari nuk kanë hapësira gjelbruese, e dyta kanë etazhitetin më të lartë se sa që është planifikuar ligji i planifikimit hapësinor, edhe planet zhvillimor komunale janë hartuar mbi bazën e ulumtimeve që sa më një pjesë duhet ndërtohet sa kat. Nuk mundesh me ndërtu 30 kat ku është planifikuar 21 kat. Dikush më thot sa kohë keqe 30 kat. Po kohë keqe sepse në një pjesë është konstatuar si zjarr fiksat në objekte. E para që nuk kanë qasje zjarrfiksat, e dyta shkollë emergjente, nuk ka hapësirë gjelbrimi. Ju e dini që janë disa prej faktorëve që ruajnë shëndetin dhe rregullojnë shëndetin. Nëse kena mungesë të gjelbër, të hapësirë gjelbrimi, dihet farojri kena. Mos funksionimi o mos qasje zjarrfiksave është një rrezik potencial që nesër mund të ndodhë një problematik. Çka shumë e keqe këtë kësaj, ne kemi mundësinë, kemi arritjes së ndotjes së ambientit, që është një element shumë i rëndësishëm se këto. Dhe kjo krijon një rrezik për shëndetin e çdo qytetar ku banojnë. Çka është më mbi të gjitha, nuk kemi ajrosje të mirë, nuk kemi diell me të cilën e planifikon nëse parashë ligji se sa mund të ketë. Apo ndikojnë çdo krejtësi në Ferizaj pak a shumë e kon çmimi thuajse maj ult i metrit katror banesa në Kosovë.